Shpejtësia te normave të lejuara ka qenë shkak për këtë aksident të ndodhur rreth orës 23 të së shtunës në aksin që lidh kthesën e Kasharit me aeroportin Nën Tereza në Rinas. Ngjarja ka ndodhur në vendin që njihet si kthesa e Mozezit, ndërkohë për pasojë kanë gjetur vdekjen 2 persona. Viktimat janë shoferi dhe pasagjeri i automjetit tip Benz me targa AA 066 CN, mjetit i cili është ndarë në mes si pasojë e përplasjes së fuqishme. Aksidenti ka sjellë edhe bllokimin e aksit rrugor deri në përfundimin e veprimeve hetimore në vendngjarje dhe largimin e mjeteve. Drejtuesi dhe pasagjeri i automjetit tip Audi me targa AA 889 AY është dërguar në gjendje të rëndë në spitalin ushtarak, ndërsa 2 viktimat, Gjovalin Deda 23 vjeç dhe Kaun Mark Deda 29 vjeç, që të dy nga Lezhë, janë identifikuar nga familjarët në morgun e Tiranës.